Dua të mbaj disa shqetësime publike dhe qëndrime publike edhe në emër të partisë që përfaqësoj, po edhe sekretare e komisionit. I para ka një shqetësim i cili është ngritur në mënyrë të vazhdueshme nga ana jonë. E kemi thënë edhe në përballje me ministren e arsimit Zonjën Manastirliu, e cila sigurisht e mohoi dhe sigurisht gënjeu, një gjë që di ta bëj në mënyrë të shpeshtë dhe të zakonshme, faktin që pagat e mësuesve të arsimit parauniversitar, të 6.500 mësuesve të arsimit parauniversitar preken nga rikategorizimi i ri që kanë bërë me grupet dhe ata që janë shkolluar përpara vitit 2020 preken me një masë rreth 100.000 lekë të vjetra çdo muaj ulje të pagës së tyre. Për këtë ka pasur dhe reagime të shumta dhe nuk janë reagime të vetme. Dua të kujtoj që janë në gjykatën kushtetuese pikërisht për këtë VKM, sindikata e mësuesve, përfaqësuar nga zonja Alma Lamaj, po ashtu dje sindikata e arsimit parauniversitar e mësuesve, ju kërkoj ndjes për emërtimin e saktë, në Korçë ka paralajmëruar që do të përshkallëzohet në një grevë dhe në një protestë të mësuesve. Dua të shpreh sot nga ky komision mbështetjen tonë absolute për 6.500 mësuesit të cilët me një të rënd të lapsit ju ulet paga dhe ju ndryshohet kategoria, a thua se nuk bëjnë të njëjtën punë si kolegët e tyre të klasave paralele, apo nuk bëjnë të njëjtën punë që kanë bërë deri dje kur janë vlerësuar në mënyrë të njëllojtë me ta. Kjo mundësi që me njërën dorë ja u jepni një shtesë dhe me dorën tjetër ja u hiqni me marifete, është mundësia e kësaj mazhorance që çdo gjë e bën për dukje, çdo gjë e bën për show dhe në fakt nuk ka asnjë interes real tek mësuesët, tek pagat e mësuesve, tek dinjiteti i mësuesve dhe tek jetesa e tyre dinjitoze në Shqipëri. Unë i bëj thirrje edhe nga ky komision ministres Manastirliu që të tërhiqet nga ajo vendimarrje, të dëgjojë mësuesët, të takohet me mësuesët, t'i kthej mësuesët në kategorinë dhe në grupin që ishin dhe të përfitojnë siç kanë përfituar edhe më përpara, të respektojë kontratat kolektive të cilat i kanë të parashikuara dhe këto kushte dhe të mos diskriminoj asnjë mësues sepse një drejt e fituar më përpara nuk mund të mohohet tashmë dhe të ulet në grad ndërkohë që janë duke ushtruar profesionin e tyre.